Kryeministri Edi Rama kritikoi rastet e dëmshpërblimeve për magjistratët të cilët nuk e kaluan procesin e vettingut, duke shtuar se ekzekutimi i dhënies së 12 milion eurove në favor të tyre është kryer pa pritur vendimin e formës së prerë. A e dini se gjykatat kanë dhënë deri më tani 92 raste në favor të llumit të pastruar nga vettingu, duke u dhënë një trajtim financiar për rreth 12 milion eurosh nga buxheti i shtetit, pra duke i trajtuar jo si fajtor, po si viktima që duan dëmshpërblyer. Akoma më keq, këto vendime gjykatash janë dhënë me urdhër ekzekutimi, pa marrë vendimi formë të prerë në gjykatën administrative të apelit, duke detyruar ISSH-n që nga fondi i pensioneve të kryejë pagesa për shkak të vendimit me ekzekutim. Dhe ndërkohë, radha për të marrë lekë nga taksat vazhdon edhe për tek këtij numri 92, që do të thotë se ato 12 milion mund të shkojnë shumë më tepër. Kjo quhet pavarësi e papërgjegjshme. Ky reagim i kryeministrit Edi Rama erdhi ndërkohë që gjykata kushtetuese nuk arriti të merrte një vendim sa i takon çështjes së pagave të gjyqtarëve, i cili u shty për një ditë tjetër. Unioni i gjyqtarëve kërkon që sistemi i referencës së përllogaritjes së pagave të tyre të rikthehet sikurse ka qenë më herët, duke marrë përbazë pagën e drejtorit të drejtorisë së përgjithshme të Këshillit të Ministrave. Aktualisht paga e tyre mban për referencë pagën e presidentit, e cila nuk preket nga ndryshimet e pagave në administratë publike.